Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, duhet të konsumoni urgjent këto nëntë ushqime. Nëse keni hipotiroz ose vuani nga sëmundja Hashimoto, e cila shkakton ngadalësimin e punës së tiroides tënde, ju duhet të jeni në kujdes edhe me lidhje me dietën që konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj. Ne po ju japim këshilla të cilat: para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të përmirësojnë funksionet e gjëndrës tiroide duke përmirësuar atë dhe duke evituar kështu dëmet që ajo mund të pësojë. Ushqimet e pasura me jod, tirozë, zink, selen mund të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin e tiroides dhe të ngadalësojnë kështu problemet që shkaktohen tek ajo. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë ushqimet më të mira, të cilat fare lehtë mund t'i shtoni në dietën tuaj dhe të përmirësoni shëndetin e tiroides. Peshku. Peshqi të tillë siç janë për shembull salmoni, sardelet, trofta, janë të pasura me acide yndyrore omega 3, shumë të rëndësishme edhe për shëndetin pasi janë burime të shkëlqyera të selenit, duke ndihmuar kështu punën e tiroides të kryhet më mirë dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Pra nëse vuani nga gjëndra tiroide, peshqit janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj specifik. Arrat. Pasi përmbajnë një sasi të madhe të selenit, sidomos lethit, makadamiat, arrat indiane dhe braziliane, një grosht arror në ditë mund të shërbejë edhe si një vakë i lehtë në dietën tuaj dhe konsumi i tyre me sallatë ose me makarona të ndryshme mund të jetë një përfitim i mirë për shëndetin tuaj të tiroides, duke ndihmuar kështu edhe në lehtësimin e punës së saj. Fruta dhe perimet të freskëta në vend të trajtimit të ngrohjes mund të ofrojnë gjithashtu edhe përfitime të mira për shëndetin e tiroides. Fitimi në peshë është një nga simptomat e hershme të hipotiroidizë. Për të zvogëluar peshën trupore për një kohë është të ruani shëndetin e trupit dhe gjëndrën e tiroides, të hani perime, fruta të freskëta në vend të ushqimeve të përpunuara termikisht është më e shëndetshme pasi do ju ndihmojë të keni edhe një peshë më të mirë trupore. Trajtimi termik do t'u humbasë ushqyesit, të cilat janë të nevojshëm gjithashtu për shëndetin e tiroides dhe lehtësimin e punës së saj. Algat e detit gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë, por në disa raste edhe konsumi i tyre mund të jetë përfitim i dur për tiroiden. Ekspertët kanë vënë re një lidhje midis mungesës së vitaminës D dhe sëmundjeve të Hashimotos. Ky ushqim gjendet shpesh në një menu vegetariane dhe është i shkëlqyeshëm edhe për shëndetin e tiroides, pasi përmban një përqindje të lartë të jodit. Kjo lëndë ushqyese është ëlbësore për funksionin e duhur të tiroides dhe prodhimin e hormoneve të tij. Algat e detit gjithashtu janë të pasura me fibra, gjithashtu ato përmbajnë vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C dhe edhe K. Bishtajoret gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të tiroides. Hipotireoza shkakton mungesën e energjisë dhe në mund të aktivizojë më trupin me ndihmën e bishtajave të ndryshme, të cilat janë të pasura me antioksidant, karbohidrate komplekse, vitamina dhe minerale të rëndësishme. Ato i përmbajnë fibra dhe janë të shkëlqyera për tretjen. Fasulet, bizelet, thjerrzat duhet të shtohen me patjetër në dietën tuaj sepse do të luajnë një rol parandalues në problemet të tiroides. Salmoni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga sëmundja Hashimoto kanë nivele të ulta të vitaminës D krahasuar edhe me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D lidhen gjithashtu edhe me nivelin e lartë të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë sistemin imunitar për të sulmuar indet e tiroides që shkaktojnë inflamacione dhe vështirësojnë funksionin e punës së saj. Merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar kështu inflamacionin. Kështu tiroidja juaj mund të funksionojë akoma dhe më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D,
ku një racion mund të ofrojë 570 njësi vitaminë D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund të gjeni këtë vitaminë edhe tek përdorimi i lëngut të portokallit, qumshti dhe vezët, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për shëndetin tuaj. Frutat e thata, sidomos arrat, janë burime të pasura të elementit të selenit, një mineral i cili do të luajë një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve nga tiroidja. Seleni ka gjithashtu fuqi të mirë antioksiduese. Gjendjet autoimune të tilla si sëmundja Hashimoto mund të rrisin inflamacionin në organizmin tuaj. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose në parandalimin e inflamacionit nëpërmjet të fuqive të tij antioksiduese. Fasulet e bardha gjithashtu mund të jenë një ndihmë e mirë për shëndetin tuaj dhe të lehtësojnë edhe punën e tiroides. Një kup me fasule të bardha garanton të paktën 8 mg hekur, një mineral i cili për shumë njerëz, sidomos për gratë, të cilët janë në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë në vështirësi të marrin mjaftueshëm hekur. Mungesa e hekurit mund të shkaktojë gjithashtu edhe pengimin e aktivitetit të enzimave në prodhimin e hormoneve, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj të tiroides. Është e rëndësishme që nëse vuani nga tiroidja të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur të dietës edhe për të evituar gjithashtu komplikacionet të shëndetit. Gjëndra tiroide janë një gjendër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës. Luan një rol kyç edhe në rregullimin e metabolizmit, rritjen dhe gjithashtu edhe zhvillimin. Shumë njerëz vuajnë nga probleme të tiroides të tilla si hipotiroidizmi ose hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë gjithashtu në cilësinë e jetës suaj. Për fat të mirë, ka ushqime të cilat mund të mbështesin funksionin e tiroides dhe në nxitjen e mirëqenies së përgjithshme. Algat. Nëse vuan nga hipotiroidizmi, algat e detit janë gjithashtu një aleat e shkëlqyer e organizmit. Ato janë natyrale të pasura me jod, një element shumë i nevojshëm për funksionet normale të tiroides. Arrat të kripura. Një tjetër ushqim i cili mund të ndihmojë janë edhe arrat. Arrat braziliane dhe lajthit janë burime të mira të selenit, i cili ndihmon në mbështetjen e funksioneve të gjendrës të tiroides dhe lehtësimin e problemeve të saj. Peshku. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun, që është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe selen, të cilat të dyja ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Salmoni, merluci, levreku janë disa prej peshqve më të rekomanduar. Produktet e qumshtit. Ndër ushqimet më të rekomanduara për të reduktuar inflamacionin e tiroides janë gjithashtu edhe produktet e qumshtit. Kosja akullore dhe qumshti përmbajnë nivele të mira të jodit, i cili është shumë i nevojshëm për gjendrën tuaj të tiroides, sidomos edhe për të parandaluar probleme dhe komplikacionet që i kanosen asaj. Vezët. Vezët e freskëta përmbajnë selen dhe jod, lëndë ushqyese këto shumë të rëndësishme dhe të dobishme për shëndetin e punës së tiroides. Pra sa më mirë të kujdeseni për dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni gjithashtu me shëndetin e dobët të tiroides, duke ndihmuar të keni një mbrojtje më të mirë të saj dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet që ju kanosen gjithmonë më shumë. Gjëndra tiroide ndodhen në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormonin e tiroides, i cili ka ndikim në zhvillimin fizik dhe mendor të njeriut. Gjithashtu, sëmundjet ose çrregullime shëndetësore mund të ndikojnë në funksionin e gjendrës tiroide, duke shkaktuar një veprim hiperaktiv ose të ulë edhe veprimin e saj. Ekuilibrat e gjendrës tiroide janë të rëndësishme për të parandaluar dëmet në shëndet ose edhe në procese të ndryshme të plakes. Këto ekuilibra mund të mirëmbahen edhe me konsumin e frutave dhe perimeve të ndryshme, të cilat arrin të ruajnë më mirë shëndetin e tiroides dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Boronicat. Boronicat janë të pasura me nivele të larta të antioksidantëve, të cilat ndihmojnë edhe në paksimin e hipotiroidizmit ose veprime të ulta të tiroides. Studimet tregojnë se sa më mirë të ushqeni, aq më pak probleme do të keni. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.